Lek Ndreshaj, 78 vjeç, me banim në Torovic të Lezhës, prej 4 ditësh ka humbur kontaktet me familjarët. 78 vjeçari në 9 qershor mori pjesë në një varrim në Malsinë e Madhe dhe që prej 9 qershorit nuk është parë më. Këtë të premte është dita e 4 që 78 vjeçari nuk ka asnjë kontakt me familjarët. Djali i tij Gëzim Leka i bën thirrje të gjithë qytetarëve që mund ta kenë konstatuar që të njoftojnë familjen ose policinë. I baj kërkesë gjithë shqiptarëve të ndihmojnë këtë drejtim se kam 4 ditë për ditë 5 që më ka hu baba nga një varrim në Malsinë e Madhe në Bzhet. Kena kërkuar, na ka dhënë një mbështetje të mjaftueshme për Malsinë e Madhe, por deri tani nuk kena asnjë dhanë. Ju kërkoj ndihmë çdo njërit ku do të shohin personin fjalë, është e morë 78 vjeç, na njoftonit, na bëni thirrjet, na të marrëm vesh se ku është e njëri. Jena shumë shqetësuar për faktin, është një kohë e gjatë, edhe shpresoj të na ndihmoni. Kërkoj thirrje çdo njërit, ku do të shohin, çdo rrugë, çdo cep, na njoftoni urgjentisht. Djali i tij thotë se nuk kanë asnjë problem me askënd dhe ndërsa e ka të paqartë arsyen pse jati i tij është larguar nga varrimi dhe nuk ka shkuar më në banesë. Para ceremonisë mortore, jati ka shfaqur shenja lodhje ndërsa sjellja e tij ka qenë normale dhe mësohet se nuk ka vuajtur nga problemet e shëndetit mendor sipas të afërmëve të tij. Djali i të humburit thotë se policia e Malësisë së Madhe dhe bashkia atje bashkë me banorët i kanë ardhur në ndihmë duke bërë kërkime kudo në zonën malore të Shkrelit, por deri më tani nuk kanë rënë në gjurmët e tij, ndaj bën apel për ndihmë.